Përshëndetje, ndodhemi sot në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë protestës. Në pjesën tonë të parë do të flasim me Martinjo Myrtollarin, i cili është student, po ashtu edhe një aktivist i cili ka ndjekur protestën nga dita e parë. Përshëndetje Marti. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Ke qenë në protestë për ditë apo jo? Patjetër Si që do nga është dita. dukur? Mendoj që për herë të parë ndërgjegja kolektive e gjithë shqiptarëve u bë bashkë për një qëllim. Mendoj se protesta do arrijë qëllimin patjetër dhe mendoj se kjo protestë po sjell me vërtet një revolucion në marrëdhënien midis shqiptarëve, popullit shqiptar dhe institucioneve dhe qeveritarëve. A mendon se objektivet e para të protestës janë të realizuara apo? Patjetër që jo, patjetër që jo. Objektivi kryesor është dorëheqja e kryeministrit të Shqipërisë. Dhe do të vazhdojë të mbetet ajo derisa ai të dorëhiqet. Dorëheqja e tij do të jetë plotësimi i parë i kërkesës tonë si protestues. Për të kaluar më pas të kërkesat e tjera, të cilat janë anullimi i ligjit 21-24, anullimi i ligjit për paketën e maleve dhe investimet strategjike. Pse dorëheqja e Edi Ramës duket si një objektiv i panegociueshëm? Është një objektiv i panegociueshëm për shkak sepse mendon që ai person nuk ka se çfarë të tregojë më. 14 vite pushtet janë bollshëm për të treguar një perspektivë dhe për të realizuar ato. Ka pasur kryeministra në botë të cilët brenda një mandati ka sjellë ndryshime, ndërsa kemi hyrë në mandatin e 4 të Edi Ramës dhe situata thjesht po vazhdon të përkeqësohet. Asnjë ndryshim për mirë në momentin. Cilat janë kërkesat kryesore që keni gjatë protestës? Kërkesa kryesore mbetet dhe do të jetë dorëheqja e Edi Ramës. Martinjo, ti vetë për çfarë po del në protestë? Unë në fillim protest kam dalë për të ndryshuar kulturën politike. Mendoj që kjo protest po sjell një revolucion në aspektin e kulturës politike. Politikanët nuk janë më të paprekshëm për shqiptarët. Ata janë aty dhe shqiptarët janë po aty në sheshe për të kërkuar llogari atyre në mënyrë direkte. Si po e sheh pjesëmarrjen e diasporës? Sot është dita e dytë që ata po rikthehen apo jo? Çfarë do të thotë për ty kjo? Historia ka treguar që ata që e bëjnë ndryshimin e një sistemi, ata që e kanë çuar Shqipërinë përpara gjithmonë kanë qenë nga diaspora. Duke filluar që nga Skënderbeu e te politikanë të suksesshëm deri fare më vonë. Diaspora është një gur i rëndësishëm në këtë protestë. Ajo ka vendin e saj dhe do vazhdoj ta ketë deri në momentin e fundit të kësaj proteste, sepse janë ata që sjellin një vizion ndryshe, një vizion europian, më të lirë, ndryshe nga shqiptarët të cilët ndoshta deri diku mund kenë një lidhje apo një ndikim në mënyrë indirekte nga qoftë nga pushtetarë, qoftë nga puna, duke përfshirë këtu presione ekonomike, presione normale. Pjesëmarrja shumë e madhe. A mendon se i kanë mbledhur bashkë të gjithë qytetarët për te bindjeve politike që ata kanë patur? Unë që ditën e parë kam thënë që për mua është e rëndësishme që qytetarët të jenë në shesh. Pavarësisht bindjeve politike, pavarësisht se kë kanë votuar, e rëndësishme është që ata të jenë në shesh dhe të ngrenë zërin. E rëndësishme është që të jenë bashkë. Dhe kjo tregon rëndësinë që ka kjo protestë, që ka bashkuar të majtet të djathtë, të blu e rozë. E kuptoj. Po në ditën e fundit kemi parë që ka patur disa tensione. Si ke parë? Ti vetë ke qenë? Si ke parë situatën? Unë kam qenë, po i kam ndjekur nga larg për shkak të punës. Por ajo që kam kuptuar në një analizë që kam postuar në rrjetet e mia sociale është që asgjë nuk ndodh pa arsye. Atë ditë ose le të themi ditën e 33 të protestës pati një përplasje midis policisë dhe protestuesve, sepse brenda në parlament u miratua një ligj që sipas mendimit tim lejon interpretime. Lejon që politikanët dhe institucionet në një moment të dytë ose në një moment të caktuar të delegjitimojnë këtë protestë. Po si mund të ruhet karakteri paqësorik kësaj proteste? Unë mendoj që qasja e qytetarëve ka qenë paqësore dhe dëshira për të mbetur kjo protestë paqësore është. Se sa do të vazhdojë të jetë paqësore dhe nëse duhet të vazhdojë të jetë paqësore nuk di ta them, por dëshira ime është që ne të tregojmë rezistencë. Të tregojmë rezistencë dhe të vazhdojmë të jemi në shesh jo vetëm 2 muaj,
5 muaj, 10 muaj derisa kryeministri të japi dorëheqjen dhe të arrijë në plotësimin e objektive. Martino, duke qenë që ka ditët e parë, sipas teje, a mendon se ka patur tentativa për të ndryshuar objektivat e kësaj proteste ose qoftë edhe për ta politizuar protestat? Objektivat e protestës patjetër që kanë ndryshuar, sepse siç e dim të gjithë, protesta nisi për Zvërnecën, nisi për investim që do bëhet në Zvërnec, nisi për nartën, pra nisi për zonat e mbrojtura dhe u shtyhe më tej tek ana politike, le të themi. Sepse unë mendoj që një protest nuk ka si të mos jetë politike. Protestat krijohen dhe janë krijuar për të sjellë ndryshime politike në vend. Mendoj që e gjithë gjëja nuk ka që në mënyrë të imponuar apo në mënyrë të qëllimshme. Dhe mendoj që është në rrugën e dur, sepse ndryshimi nuk mund të vijë vetëm duke anulluar një ligj, duke anulluar një investim. Mendoj që ndryshimi vjen duke ndruar të klasë politike që le të themi ka marrë përsipër të na përfaqësoj vitet e fundit me apo pa dëshirën tonë. Unë mendoj që populli shqiptar ka shumë lefe dhe nuk ka dalë vetëm për kauzën e parë që ka qenë Zvërneci, por ka dalë për gjithçka. Ne të rinjt kemi dalë më shumë për arsimin, për shëndetësinë, për prindrit tanë, për gjyshrit tanë, edhe për jetën tonë në darkë. Në fakt që ka qenë interesante në protestë, sepse që ditën e dytë të protestës u organizuan grupet e interesit. Kishim studentët, kishim pensionistët, kishim punëtorët, kishim gazetarët, kishim minatorët. Domethënë, unë nga kjo gjë kuptova që revolta ka jetuar tek shqiptarët, ka qenë brenda tyre, thjesht është dashur momenti i dur që ajo të shpërthejë. Dhe kjo protestë sot është kjo që është për shkak të akumulimit të revoltës që shqiptarët kanë mbledhur ndër vitet në 35 vitet e fundit. Fakti është pjesëmarrje e papare, dhe realisht është për të kurzuar. Rrallë herë ka ndodhur. Unë vazhdoj të qëndroj tek revolta dhe në fakt interesante janë reagimet e politikanëve dhe elitës dhe klasës politike, si të majtë, si të djathtë, të cilët vazhdojnë dhe nxisin dhe ushqejnë këtë revolt brenda shqiptarëve me reagimet e tyre, duke i quajtur agent iranian, duke i quajtur agent grek, duke i quajtur, nuk e di se çfarë kanë vetur pa i quajtur, por e rëndësishme është që protestuesit kanë treguar stoicitetin e tyre. Ata janë treguar që mbeten stoik në kërkesat e tyre dhe në rezistencën e tyre që do të bëhet, që po bëhet përballë këtu në sheshin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Po çfarë prisni konkretisht nga institucionet? Personalisht nuk pres asgjë. Nuk pres asgjë. Dhe jam këtu në protestë sepse nuk pres asgjë nga institucionet. Unë kam thënë shpesh që për mua institucionet kanë treguar që janë thjesht vegla të personave që vinë në pushtet. Qoftë nga ana e majtë, qoftë nga ana e djathtë. Kanë treguar që janë përdorur në bazë të interesave të tyre, duke filluar që nga gjykatat, avokati i popullit, ministrit, spitalet, burgjet, çdo institucion, edhe pse shitet si i pavarur, në 35 vitet e fundit ka qenë në funksion të asaj qeverie që ka ardhur në pushtet. Cila është styria jote, Martino, për qytetarët që ende nuk janë bashkuar protestës? Unë nuk besoj që ka qytetarë që nuk janë bashkuar protestët qoftë edhe një ditë. Unë besoj që secili nga ne, edhe pse nuk ka mundur të vijë ndoshta fizikisht në protestë, shpirtërisht ka qenë këtu, me mbështetje në rrjetet sociale, me zemër ka qenë këtu me ne. Dëshira jam i sigurt që nuk i mungon askush për të bashkuar në këtë protestë, sepse është një protestë që nuk ka interes. Nuk ka interes. Unë nuk vi këtu se kam një interes. Njerëz të tjerë nuk vi këtu se kanë një interes. Ne vim këtu për një interes të përbashkët, që është Shqipëria. Që Shqipëria të ecë para, që Shqipëria të bëhet për shqiptarët, të bëhet për Shqipërinë, të jetë e lirë dhe të japi mundësi njerëzve të jetojnë të lirë dhe të pavarur. Po, a mendon se kjo protestë do të sjellë ndryshime në kulturën politike të Shqipërisë? Unë mendoj që ndryshimet e para i ka sjell. Mendoj që pavarësisht çdo gjëje, çdo qeveri që do të vinë vazhdim, çdo person që do të vijë në vazhdim në pushtet, e di se me çfarë populli dhe me çfarë njerëzish, individesh do të përballet. Derisa këta njerëz u zgjuan në këtë moment, mendoj që do të zgjohen edhe në një moment tjetër kur të cënohen përsëri nga kjo qeveri apo nga një qeveri tjetër. Po, cilat janë shqetësimet kryesore që kanë qytetarët që kanë dalë në protestë? Po, unë nuk mendoj që... Me sa kanë parë masivisht janë studentët? Le të themi. Për mua e rëndësishme është që qytetarët janë këtu. Kauza e përbashkët është niveli i jetesës që është momentalisht në Shqipëri.
Është e trisht mendosh që ka një familje të cilët nuk mbushin dot avërinë e bukë në fund vitës. Dhe kjo është një gjë që ne si qytetarë dim. Dhe shpesh herë Por shqiptarët edhe qeveritarët e din. patjetër, dhe këtu dua të dalë që shqiptarët e dinë këtë gjë dhe shpesh herë janë sensibilizuar me njëri tjetrin. Kanë vërtetuar që kur një shqiptar ka nevojë, ata bëhen bashkë brenda 24 orëve dhe ndihmojnë. Dhe pushtetarët që kanë në dorë ta bëjnë këtë gjë brenda 1 minuti, heshtin, sikur asgjë nuk ka ndodhur. Po jetojmë në një nivel propagande i cili është i frikshëm për të thënë që jetojmë në një shtet demokratik. Propaganda ku ka bërë një lavazh truri si një pjesë të rinjve, një pjesë të moshuarve, çdo shqiptari. Por sot shqiptarët janë zgjuar dhe po i tregojnë këtyre pushtetarëve që ne nuk jetojmë më në propagandë. Ne jetojmë në Shqipëri dhe duam që Shqipëria të bëhet. Duke qenë se ditët fundit se sa pak më parë, ditëve fundit ka patur pak tensione. Si ke parë ti reagimin e policisë të shtetit? Unë mendoj që policia derisa ka duruar dhe themi ose është sjell shumë korrekte 32 ditë në protestë, ku është kujdesur për qytetarët, është kujdesur për marrëvakjen e protestës dhe pa pritur ditën e 33 ata bëhen agresiv. I vetmja gjë që unë mendoj është që ata janë urdhëruar të kenë këtë sjellje. Nuk mendoj se këta të njëjtat personazhe që 32 ditë kanë qenë aty duke ushtruar detyrën e tyre në mënyrë legjitime pa pritur bëhen agresiv. Po në qoftë se kryeministri jon Edi Rama jep dorëheqjen. Pra objektivi jon kryesor, objektivi juaj kryesor përmbushet. Cili është vendimi i Radës? Cili është hapi i Radës? Unë mendoj që momentalisht e rëndësishme është që ai të japi dorëheqjen. Se çfarë do të ndodhi, mendoj që pasi ai të iki do të hapen shumë dyert për të rinj, për personazhe, për intelektual, që do të vinë dhe do të kontribuojnë. Mendoj që shumë gjëra do ndryshojnë. Patjetër. Martio, po në qoftë se të gjitha këto kërkesat nuk plotësohen, ke ndonjë plan B, le të themi, Ne do të qëndrojmë këtu. Jo, ne thjesht do të qëndrojmë këtu. Vetëm qëndrojmë. Ne do të vazhdojmë rezistencën tonë për të treguar që ne duam ndryshim. Ne duam ndryshim dhe momenti më i rëndësishëm joni është kur të vijë ai ndryshim. Dhe ai ndryshim nuk ka si të vijë me këta politikanë, sepse kanë 35 vite që kanë pasur në dorë të bëjnë ndryshime. Kanë pasur në dorë që të sjellin një nivel jetese shumë herë më të lartë se ky që është tani. Kanë pasur në dorë që të rregullojnë arsimin, kanë pasur në dorë që të sjellin shëndetësim më të mirë, kanë pasur në dorë që të sjellin një infrastrukturë më të mirë. Pra, mendoj që përderisa kanë pasur gjithë këto mundësi për gjithë këto vite, nuk do bëj diferencë kur ata të qëndrojnë në këtë mandat. Ndaj mendoj që e rëndësishme në këtë moment është jo të largohet vetëm një person. Mendoj që duhet të largohen të 140 deputetët e parlamentit shqiptar. Ku kemi personazhe që kanë nisur karrierën qysh në vitet 90 direkt mbas rënies komunizmit me mentalitet dhe me rënë komplet komunizmi, kemi dhe personazhe të cilët janë të rinj që janë bashkuar parlamentit në zgjedhjet e fundit dhe janë super të paaftë. Të cilët nuk kanë ngritur njerë zërin për shqetësimet e qytetarëve, për shqetësimet reale të qytetarëve. Kanë qenë thjesht vegla dhe mbështetës të narrativës të politikanëve të vjetër që në 35 vite kanë bërë të njëjtën gjë. Kanë larguar shqiptarët nga Shqipëria. Nga pushteti që kanë, mendoj që as nuk e prekin, as nuk arrin ta njohin realitetin se si është në të vërtetë. Ne vërtetuam besojmë me deputeten Neo Malsorin, e cila u largua nga Partia Socialiste. Dha dorëheqjen nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Dhe sulmi i parë që asaj erdhi ishte që mandatin e kishte marrë nga Partia Socialiste. Dhe këtu ne kuptojmë që pushteti nuk është më i deputetit, por është kryetari i partisë i cili vendos gjithçka. Dua të edhe një gjë tjetër për pjesën e kërkesave tona. Mendoj që një kërkesë që duhet të shtohet në listën e kërkesave është pikërisht dhe ndrimi i sistemit zgjedhor. Ndrimi i sistemit zgjedhor është kryesor për shkak sepse ky sistem zgjedhor që kemi momentalisht nuk bën asgjë veç se favorizon dy partitë mëdha, duke lënë anash partitë e reja dhe kandidatët e pavarur. Çfarë mendoni, si duhet të bëhet sistemi zgjedhor? Unë mendoj që ata që duhet të kenë në dorë të zgjedhin deputetët që do të përfaqësojnë qytetarët parlamentin shqiptar duhet jenë pikërisht qytetarët dhe jo të zgjedhin 50 me 50. Pra unë jam dakord që
që sistemi zgjedhor të jetë vetëm me lista të hapura. Çdo deputet që hyn në parlament të zgjidhet 100% nga qytetarët dhe jo nga kryetari i partisë. Martin, të falenderoj shumë. Shumë faleminderit. Faleminderit. Ndërsa tani jemi në pjesën e dytë me Skirti Topallin, i cili është student i fushës të gazetarisë, apo jo? Skirti, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Ti ke qenë nga dita e parë në protestë, apo jo? Po, kam qenë nga dita e parë në protestë, ku protesta ishte me një numër të vogël protestuesish përballë komisariatit, drejtorisë së policisë Tiranë në Myskullshyrë. Dhe sot në ditën e 35 këtu me vendosmëri për kërkesat tona. A mendoni se disa objektiva janë realizuar dhe janë plotësuar që nga dita e parë? Sot në ditën e 35 mund të themi se protesta ka arritur disa fitore, njëra për të cilave është pjesëmarrja masive, siç edhe duket sot, në ditën e 35 numri është relativisht i madh, sot janë bashkuar dhe diaspora, janë bashkuar në informacionet e mia qytetarë nga Pogradeci, Korça, Elbasani, Durrësi janë mbledhur këtu në Tiranë për të protestuar për një kërkesë të përbashkët, dorëheqjen e Edi Ramës. Pra, disa arritje proteste i ka pasur, por arritjen kryesore jemi ende në pritje me vendosmëri derisa kryeministri Edi Rama të dorëhiqet. A mendoni se kjo protestë ka bërë bashkë qytetarët pa dallim politik dhe të gjithë bashkë? Kjo protestë ka bërë bashkë qytetarë të rinj, të reja, të moshuar me një qëllim të përbashkët. Padyshim, protesta ka pasur dhe grupime të cilat kanë dashur ta përçojnë protestën, grupime të cilat kanë kërkuar të politizojnë protestën, por protesta është e qytetarëve, do të mbetet e qytetarëve deri në fund. Pra, ti po thuaj që ka pasur alternativa, apo jo? Ka pasur alternativa për ta politizuar protestën? Po, patjetër. Ka pasur që nga dita e parë, në ditën e tretë të protestës, mua personalisht më kanë ardhur mesazhe nga parti politike të cilat kanë kërkuar në një mënyrë jo direkte të bëhen pjesë e partisë së tyre si drejtues komunikimi, absolutisht nuk kam pranuar. Unë këtu jam si student, jam si qytetar për të drejtat dhe kërkesat e mia. Politika do të shndroj larg kësaj proteste. Skirti, po ti vetë, për çfarë arsye po në protestë? Ka shumë arsye për të cilat unë protestoj. Unë protestoj për bursat studentore, unë protestoj për të ardhmen tonë. E ardhmja në Shqipëri është shumë e vështirë. Unë aktualisht punoj, studioj dhe me zja dalë në fund të muajit, marrë një rrogë relativisht qesharake për 8 orë punë që bëj, për te shkollës bëj edhe këtë punën 8 orë, mund të quajmë 2 punësuar mendoj, protestoj për prindrit e mi, për pensionet minimale që ata do të marrin në të ardhmen, sepse vendimet që merren sot ndikojnë më shumë tek ata sot, por tek ne në të ardhmen. Ne do të na vrasin akoma më shumë këto vendime të cilat merren sot në parlament. Cilat janë kërkesat kryesore që kanë ardhur nga protestuesit? Kërkesa kryesore është një dhe e vetmja, dorëheqja e kryeministrit Edi Rama fillimisht dhe mëtej është ndryshimi i kodit zgjedhor. Kodi zgjedhor është një kod jo demokratik. Duhet të ndryshoj patjetër kodi zgjedhor, duhet të bëhet akoma më demokratik, qytetarët duhet të kenë më shumë mundësi dhe hapësirë për të zgjedhur atë që duan. Pse kjo objektiv? Pra dorëheqja e kryeministrit është realisht një objektiv i pa negociuar që? Sepse aktualisht kryeministri Edi Rama ka 13 vite në pushtet, ka mandatin e 4, synon të na fusin në Bashkimin Evropian, ai vetë mendoj që është i vetëdijshëm që deri tani nuk është se ka bërë ndonjë arritje të madhe, kërkojnë që të na fusin në Bashkimin Evropian, që të thotë unë arrita diçka, por është tepër vonë. Mbas 13 vitesh ka mungesa në spitale, unë vi nga qyteti Pogradecit, materniteti në qytetin e Pogradecit është me kushte miserabël, pamjet janë transmetuar. Unë mund t'ju bashkangjis disa foto të cilat ju mund t'i vendosni, janë kushte të cilat nuk mundet që të pranohet që aty lindin fëmijë në maternitetin e Pogradecit. Në fakt, kur është në kryeqytet, jo më në rrete që është akoma dhe në kushte të shija dhe miserabël. Po pjesëmarrjen e diasporës, si ke vlerësuar?
Për mua ka qenë mbreslënse, ka qenë diçka të cilën unë nuk e dija që shqiptarët ishin kaq të fortë, kaq të guximshëm mbi të gjitha. Kjo është e dytë që shqiptarët e diasporës janë bashkuar në protestë. Unë kam qenë në kontakt dhe herën e parë dhe këtë herë me ta. Jam përlotur herën e parë kur ata kanë ardhur, kanë mbajtur fjalimet e tyre në podium. Unë të gjithë familjarët e mi, të gjithë kushërinjtë e mi janë në diasporë. Mua më dhe më shpirti që nuk festoj dot ditëlindjet e mia me ta, nuk jam pranë tyre në momentet më të rëndësishme. Diaspora është një pjesë shumë e rëndësishme e Shqipërisë dhe ata janë shumë të vendosur, akoma më të vendosur se protestuesit të cilët janë, le të themi, jetojnë dhe punojnë në Shqipëri, sepse në fund të ditës ata nuk kanë më çfarë humbin. Ata çdo gjë kanë të krijuar në një shtet tjetër dhe nuk kanë më çfarë humbin në shtetin e tyre. Kanë humbur vitet më të bukura, kanë humbur kujtimet e tyre. Është realiteti i hidhur që ka Shqipëria. Por për te kësaj ditëve të fundit kemi parë që ka patur tensione. Si mund ta ruaj protesta karakterin paqësor? Protesta është munduar që në 32 ditë të jetë e paqët, të jetë e qetë, një protestë e cila ja arrin kërkesat e veta me paqe. Protestuesit janë provokuar nga forcat e policisë, janë provokuar për çfarë? Për thjesht që deputetët të cilët paguajnë nga taksat tona të dalin pa u cënuar, pa u shyer nga protestuesit të cilët në fund të ditës protesta është e drejtë qytetare, protestojnë nëse ju jeni kaq të korrekt dhe mendoni se nuk keni gabime, mund të dilni përballë qytetarëve dhe të shqetësoni ata. Nuk është zgjidhje dhuna, nuk është zgjidhje provokimi me spray lotësjellës, nuk është zgjidhje botet me ujë pasi ato sjellin provokime, shticollën provokime në ditët e para të protestës kur u përdor boti me ujë. Unë mendoj që qytetarët janë shumë paqësorë, ata doja dalin që ta rikthejnë atë qetësi që kishte protesta dhe ato kërkesat tona të arrihen në mënyrë të qetë dhe me një protestë paqësore. Një thirrje bëj për policinë e shtetit dhe ministrinë e mbrojtjes, të lirohen të gjithë të arrestuarit të cilët sot nuk janë dot mes nesh për shkak se janë arrestuar në mënyrë të padrejtë për mendimin tim. Ka patur realisht shumë tensione. Kemi parë në rrugët e Tiranës që ka përshkallëzuar situatën në një mënyrë që nuk e prisnim. Ka pasur një dhunë, ka pasur tërheqje zvarr të qytetarëve, nëse kthehemi pas në datën 30 maj, protesta nisi për këtë arsye, për tërheqjen zvarr të një protestuesi i cili u tërhoq nga forcat jo nga forcat e policisë, ndërsa këtë herë ndodh tërheqja zvarre protestuesve nga forcat e policisë. Ata të cilët supozohen të na mbrojnë ne, ata zgjedhin të na tërheqin zvarr, të na dhunojnë me shkopa gome. Një fjalë e cila u tha së fundi në studio televizive nga një deputet i Partisë Socialiste, Ardit Bido, ka përmendur edhe plumbat. Vetëm ajo ka ngelur për të përdorur. Ka ndodhur në 21 janar, shpresoj mos përsëritet. Ishte shumë e shëmtuar e thënë nga një përfaqësues i qytetarëve në parlament përmendja e plumbave dhe armëve. Në fakt realisht vetëm ajo ka ngelur se gjërat e tjera. Ka ngelur vetëm që ata. Si ke vlerësuar reagimin e policisë së shtetit? Unë këtu nuk dua ti fus të gjithë policët në një fest, le të themi, thot një shprehje popullore. Policët me të cilët ne jemi çdo ditë përpara kryeministrisë janë shumë të sjellshëm, na respektojnë, në një farë mënyrë jemi bërë një familje me ta, ne na përshëndesin, i përshëndesim, i njohim, por mënyra se si policia është qasur ka qenë shumë e shëmtuar. Jam shumë i vetëdijshëm që absolutisht ata kanë marrë urdhër për ta bërë atë gjë. Ata paguajnë, por në fund të ditës ndërgjegja personale dhe vlerësimi për kombin dhe për bashk adhetarin tënd duhet jetë mbi atë pagën 600.000 lekë që ata marrin, pasi vetë ata ankojnë që pagat ju vënohen, ata duhet jenë me ne në protestë. Pra mendon që ata duhet i bashkohen protestës? Patjetër, ata duhet i bashkohen protestës. Jam shumë dakord që ata me atë pagë ushqejnë familjen e tyre, por ka ardhur një pikë ku nuk mban më asgjë.
Po s'le rikthehemi përsëri prapë dhe tek objektivet dhe kërkesat. Çfarë prisni realisht nga institucionet shtetërore? Fillimisht ne presim ajo çka prisnim nuk erdhi, përkundrazi kryeministri Edi Rama filloi me bullizime, filloi me tallje, duke përçmuar protestën, kur protesta protestuesit, influencerët, blogerët. Kur protesta kishte një numër të madh protestuesish, ai nuk merre me numrin, kur protesta kishte numër të vogël protestuesish, ai merre me numrin e protestuesve. Por ajo çka presim ne nga kryeministri është ta pranoj protestën si një të drejtë qytetare, ta legjitimoj atë, pasi së fundmi është ndryshuar një ligj i cili rrjedhimisht bën të mundur lehtësisht ta shpalli protestën të palishme dhe secili prej nesh mund të arrestohet sepse po merr pjesë në protestë, por ajo çka ai duhet të bëjë është patjetër të japë dorëheqjen. E kam thënë në fillim, vazhdoj ta them, është arritur çdo limit, ai nuk ka çfarë jep më për Shqipërinë, nuk e duan më qytetarët. Mundësia është dhënë disa herë. Mesazhi është dhënë nga qytetarët tani më. Nuk duam vetëm dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duam dhe dorëheqjen nga kreu i Partisë Demokratike të zotit Sali Berisha, dhe të themi duam një reformim politik në Shqipëri, pasi në këto 36 vite demokraci, nuk po shohim demokraci me sy tanë. Kemi parë thjesht me ndonjë komunizëm të moderuar. Është një formë diktature. Cila është thirrja që do i bëje skërdi qytetarëve që ende nuk janë bashkuar protestës? Unë nuk di nëse ka një arsye për të mos protestuar. Të gjithë ata që nuk kanë ardhur duhet të mendojnë për çmimet e naftës, duhet të mendojnë për çmimet e larta të shportës, duhet të mendojnë për pensionet e gjyshërve të tyre, duhet të mendojnë për kushtet skandaloze që kanë spitale, duhet të mendojnë për onkologjikun, duhet të mendojnë për skandalin e inceneratorëve. Ka ndodhur shumë gjëra në Shqipëri për të protestuar dhe mendoj që të paktën një arsye do ta kemë për të ardhur në shesh. Protesta do të vazhdojë, siç ka vazhduar këto 35 ditë me vendosmëri nga qytetarët, dhe unë ftoj të gjithë ata që nuk kanë ardhur të jenë këtu me ne në shesh, mbase jo duke ngritur zërin në podium, sepse jo të gjithë duan të dalin dhe të flasin në podium, por të jenë këtu fizikisht duke dhënë mesazhin e tyre, pse jo edhe një heshtje. E kuptoj. Mendon se kjo protestë do sjellë një ndryshim afatgjatë në kulturën politike së Patjetër që po. Unë jam i sigurt që kjo protestë do të shkruhet në histori, kjo protestë do të jetë në librat e historisë, kjo protestë mbasi të përfundojë do të analizohet nga historian, mendimtar. Kjo protestë ka bërë namin në mbar botën, mediat më të rëndësishme, New York Times, Al Jazeera kanë folur për protestën, media tradicionale në Shqipëri kanë heshtur për protestën. Media jemi bërë ne, janë bërë gazetarët e rinj, janë bërë influencerat, janë bërë mediat online. Në gjerasin të falenderoj ju për mbulimin e protestës nga dita 1 e deri më sot, keni qenë këtu fizikisht me ne, dhe falenderoj të gjithë ata të cilët kanë raportuar protestën, të gjithë influencerat, të gjithë kolegët e mi të cilët kanë qenë të palodhur këtu, ditë dhe natë në disa momente. Shiko, në fillim ne jemi qytetarë, më pas jemi gazetarë apo punonjës diku, kështu që mbi të gjitha, ne kemi bërë detyrën qytetare, por kemi bërë edhe më shumë se aq, kemi bërë atë të cilën mediat duhet të bënin nga dita e parë. Mediat u kujtuan kur protesta mori një bujle të themi, atëherë kur atyre u interesonte, sepse normalisht kur protesta u bë e madhe, do të kishte klikime, dhe ata menduan që protesta do të vazhdonte, por ju ka dalë jashtë pritshmërive. Protesta është në ditën e 35, do të vazhdojë derisa qëllimi kryesor të arrihet. Po nëse qëllimi kryesor dhe objektivi kryesor arrihet, cili është hapi radhës? Nuk ka asnjë mendim se kjo gjë nuk do të arrihet. Kjo gjë do të arrihet patjetër,
nuk mendoj se duhet ta çojmë në përmend që qëllimi kryesor i protestës darreshja e kryeministrit Edi Rama dhe rrëzimi i kësaj diktature nuk do të arrihet. Jemi më se të sigurt që kjo gjë do të ndodhi. Në mos tani, mbas disa muajsh nuk do të jemi këtu, nuk do të lodhemi. Pra do të tregoni shëndres. Shëndres. Ju përgëzoj shumë. Mendon se Shqipëria do të ndryshojë shumë mbas përmbushjes të objektivave dhe të kërkesave? Si e mendon Shqipëri? Patjetër. Shqipëria më në fund mendoj që do të marrë frymë. Nuk mund të flas shumë për të ardhmen, pasi nuk do të flas për gjëra për të cilat nuk jam kompetent, por në syrin tim mendoj që në një farë forme Shqipëria do të çlirohet dhe shoh një frymë shumë të mirë nga të rinjt. Të rinjt janë ata që e bëjnë një komb, janë zëri i kombit dhe me këtë frymë që shoh nga të rinjt ne jemi shumë të paragjykuar si brez. Ne quajmë brezi i smartphone-ve, brezi i rrjeteve sociale, gjenerata Z, ajo treguam që të thjesht ka qenë një stereotip. Patjetër, por u desh kjo protestë për t'ju treguar të gjithëve që gjenerata Z është ajo gjenerata e cila në një farë mënyrë po mban gjallë këtë protestë, jo vetëm këtu në rrjetet sociale dhe në mbar botën, pasi nëpërmjet videove të postuara dhe fjalimeve të mbajtura, protesta është dëgjuar edhe jashtë nga zërit e rinjve. Zgjerdi, cili është plani nëse këto kërkesa nuk përmbushen? Këtu nuk do të flas, nuk kam çfarë them, sepse unë nuk jam pjesë e grupit organizativ, unë nuk jam dakord të ketë një grup organizativ për më tepër, por normalisht mbas rrëzimit të qeverisë dhe kësaj diktature, normalisht vendi nuk mund të udhëhiqet nga gjithë kjo turm, duhet ketë një grup udhëheqës, të cilët duhet përzidhjen me kujdes. Kam dëgjuar që është mbledhur një kuvent popullor, ai nuk është mbledhur nga ky shesh, nuk ka dalë nga ky shesh, jam kundra, ata duhet të tërhiqen absolutisht nga ky vendim që kanë marrë në qoftë se ai lajm është i vërtetë. Nuk është momenti ende për krijimin e një kuvendi popullor, ajo gjë do të vijë me hapa. Mendoj që duhet të ketë një qeveri teknike të përkohshme për 12 muaj, dhe më pas të ketë zgjedhjet e reja. Zgjerdi, unë falenderoj shumë. Shumë faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia ime. Atëherë edhe në këtë pjesë të tretë jemi me Angelon, i cili është student i fushës së gazetarisë, apo jo? Po. Angelo, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit. Ti ke qenë nga dita e parë në protestë, apo jo? Nga dita e tretë. Nga dita e tretë. Po. Si të është dukur protesta? Si po të duket? Po, besoj se nuk ka nevojë për shpjegim, faktikisht duhet të jesh tu që ta përjetosh, por ta vendosim në fjalë është e jashtëzakonshme, është diçka madhështore, është diçka për cilën shoqëria shqiptare kishte shumë nevojë, sepse nëse marrin 13 ose 35 vitet e fundit të qeverisjes është një problematike akumuluar, do të thoja unë që i ka bërë njerëzit të lidhen bashkë për më shumë se një muaj. Diaspora u rikthye prapë. U rikthyen sepse diaspora janë njerëzit që e kanë ndjerë më së shumti keq qeverisje nga politika në këtë vend, janë ata që u detyruan të ikin larg familjarëve, tyre me zemra të thyra, dhe i falenderojmë që kanë ardhur këtu të na ndihmojnë për të argëzuar këtë sistem që nuk i shërben asnjëriu përveç se të pasurve. Po ti vetë si Angelo, për çfarë po del në protestë? Cilat janë kauzat e tua? Të gjithë ne këtu kemi kauzat tona individuale, por mendoj që kauza kryesore është kolektive dhe të gjithë tu jemi për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, jemi për dorëheqjen e qeverisë, jemi për dorëheqjen e komplet kastës së vjetër politike që ka qeverisur vendin për 35 vjet. Nëse flasim për mua, unë dal për problemet e sistemit arsimor në këtë moment. Në këtë moment unë jam duke vuajtur me sistemin arsimor në pjesë, që nuk më siguron dot mua një arsim cilësor, nuk më siguron dot të ardhurat, tregun e punës. Angelo, po për sa i përket kuvendit popullor, çfarë mendimi ke? Cili është këtë vështimi? Atëherë, padyshim unë kam marrë informacionet e mia, unë jam kundër çdo përfaqësie që mund ketë kjo protestë në këtë moment. Nëse flasim në këtë moment, unë mendoj që më e mira për këtë protestë është të gjithë ne të kanalizojmë energjitë tona në kauzën kryesore që është dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Në këtë moment nuk duhet të kërkojmë përfaqësi, nuk duhet të kërkojmë kryetar, duhet vetëm të kërkojmë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama,
dhe mbas dorëheqjes ne do kemi boll kohë për të folur për një lëvizje politike ose për sistemin e ri politik në Shqipëri. Po kush mendoj që organizoi kuventin popullor? Ke ndonjë emër specifik apo? Po patjetër që qarkullojnë emra në internet, po deri tash janë të gjitha teori konspirative do i quaja. Unë mund të kem pak më shumë informacion, por nuk mund të flas sepse nuk ka asgjë të verifikuar faktikisht. Kështu që kushdo që t'je duke organizuar, unë dua ta falenderoj nëse ai po mendon për të mirën e protestës dhe dua njëkohësisht i them që nuk është momenti i duhur për ta bërë këtë gjë. Hajde të fokusohemi në bulevard, ta heqim kryeministrin Edi Rama dhe më pas bulevardi e vendos përsëri se çfarë do ndodh. E kuptoj. Angelo, protesta ka qenë deri në ditën e sotme, ka qenë një protestë shumë paqësore dhe vlen për të gëzuar. Mirë po, vlen për të thënë që ditëve të fundit ka pasur shumë tensione. Cili është vështrimi jut për reagimin që ka bërë policia e shtetit? Atëherë, ditën e dhunës, unë kam qenë pjesë e protestës, kam qenë në vitë të dytë përballë parlamentit, sepse në vitin e parë vendosën bashkërisht me protestuesit që të jenë vajzat edhe gratë, të cilat gjëras në t'i falenderoj, sepse ishin ato që iniciuan në mënyrë që protesta mos kthehej e dhunshme në asnjë moment. Ato nejtën në vitin e parë, por policia e shtetit nuk pyeti as për gratë, as për fëmijët, as për të moshuarit dhe unë jam dëshmitar okular që dhunën dhe provokimin e ka nisur policia e shtetit. Ne po protestonim në rrugë, një protestë shumë paqësore, po presim dilim deputetët që të ballafaqoheshin dhe dhunën dhe provokimet i ka nisur policia sepse duhet të dilnin deputetët nga ndërtesa e parlamentit. Ju hodhën diçka, ju ngacmuan me fjalë, provokuan në një tjetër apo? Po patjetër janë videot kudo, janë pamjet kudo, ne jemi qelluar me ujë me presion, me gaz lëcirës, me ujë me piper, do me thënë, ne po na dish një syt, po na dishte komplet pjesa e fytyrës, kishte protestues të dhunuar, kemi të gjitha pamjet gjë që është e papranueshme në një shtet demokratik, të dhunohet protestuesin atë mënyrë nga policia e shtetit, është gjëja më e papranueshme dhe vetëm për atë arsye bulevardi duhet të jetë plot dhe kryeministri duhet t'jap më njëherë dorëheqje. Angelo, po nëse kjo kërkesë kryesore plotësohet, cili është hapi i radhës? Për mendimin tim personal, bulevardi e bën këtë kërkesë plotësohet, bulevardi vendos krijohet një qeveri teknike e cila na qeveris për 6 ose 12 muaj dhe në krye të 6 ose 12 muajve ne kemi zgjedhje të parakoshme, pastaj për emra, unë do të thoya që ka njerëz me më shumë formime, më shumë kompetenca në këtë bulevard që mund të propozojnë emra ose që mund të vetë propozojnë për të zgjedhur një kryeministër të ri. Ti vetë ke ndonjë emër specifik apo e ke lënë në dorë? Unë patjetër që kam emra specifik, kam shumë, por nuk mund të them asnjë në këtë moment, sepse siç thash dua që çdo fjalë dhe energjia imja të kanalizohet në dorëheqjen e qeverisë. E kuptoj. Cila është thirrja që do ju bëjë gjithë qytetarëve që ende nuk janë bashkuar protestës? Qytetarët që ende nuk janë të pakët. Qytetarët që ende nuk janë bashkuar protestës, thjesht duhet ta shohin veten në pasqyrë, duhet ta hapin telefonin dhe të shohin gjitha kontaktet e tyre që kanë jashtë shtetit, mos të mjafton me 60-70.000 lekë rrogë që marrin në administratë apo ku e marrin, dhe të vinë të bashkohen me qytetarët, madje unë kisha edhe një thirrje për policinë e shtetit që të bashkohet me qytetarët, sepse në fund do dalin gjithë të vituar. Ne nuk kemi këtu asnjëri për interesa personale, ne jemi këtu vetëm për të rritur në Shqipëri dhe të rrisim edhe fëmijët tanë në Shqipëri aty ku kemi dhe varret e gjyshërve. A mendon Angelo se kjo protestë po ndryshon pak kulturën politike të vendit dhe do ndryshojë? Pa diskutim, jo vetëm të vendit, unë do shkoj edhe më gjerë, po ndryshon kulturën politike globale, do të thoja unë, sepse kjo për X apo Y arsye ka shkuar një protestë globale, kanë marrë shumë media ndërkombëtare. Media ndërkombëtare po thonë që Shqipëria po shndërrohet në shembullin më të mirë të një populli, se si mund ta përdori demokracinë dhe ne jemi vetëm duke përdorur të drejtën tonë kushtetuese dhe nuk do ndalemi derisa kjo qeveri të dorëhiqet. Jemi shumë të vendosur për këtë gjë. Të përgëzoj Angelo, shumë faleminderit. Faleminderit që ndave gjithë komentarët. Faleminderit. Ndërsa në këtë pjesë të fundit jemi me Klevisin. Klevis është student i shkencave politike. Klevis, mirë se erdhe. Shumë faleminderit që pranove ftesën si fillim. Atëherë Klevis, ti e bashkuar protestës që në ditën e parë apo? Po, kam qenë që në ditën e parë, kam qenë që në datë 31 maj që kur kemi nisur nga drejtoria e policisë dhe kemi marshuar për tek ministria dhe më pas kam qenë çdo ditë tjetër deri më sot. Si po duket protesta? Protesta është fantastike, është protesta e parë që kam marrë pjesë
është një eksperiencë shumë e mrekullueshme. Besoj është protesta që do mbahet me në historinë e popullit. E konsideron si revolucion për këtë protestë? Patjetër, mund ta konsideroj si një revolucion, edhe pse termi revolucion shpeshherë është konsideruar si një revolucion me armë apo me pushk, por mendoj se ne po e bëjmë këtë revolucion me zgjuarsinë tonë. E kuptoj. Aktivisti vetë për çfarë po në protestë? Cilat janë kërkesat e tuaja që me patjetër do që të realizohen? Tani, unë si çdo protestues tjetër kemi shumë arsye sepse duhet të protestojmë, por nuk mund të emërtoj dot të gjitha sepse ka shumë arsye, por një nga ato kryesore është sidomos emigrimi i shokëve tim, shokët e fëmirisë me të cilët jemi rritur, kemi qenë një grup shumë i madh dimsh, dhe tani me zor mblidhemi 3 shokë sepse secili dikush në Itali, dikush në Greqi, dhe flasim vetëm me Sepse këtu nuk kanë parë të ardhme apo jo? Po, nuk kanë parë të ardhme, janë detyruar për 1 milion arsye pse duhet të ikin. Mendon që kryeministri do japi dorëheqjen? Unë besoj Pra, fort. mendon se kjo protestë do të ketë një rezultat që të gjithë e mirëpresin? Mendoj se do ketë rezultat, sepse janë dhe rrethanat politike, është presioni i popullit, dhe presioni i popullit është më i fuqishëm dhe forca e popullit është më e fuqishme nga të gjitha. E kuptoj. Po për sa i përket reagimet që kanë bërë policia e shtetit, sepse kemi parë që kanë ndodhur disa incidente, për që në realisht. Si e ke parë, si e ke vlerësuar? Kam qenë prezent tek protesta e dytë para parlamentit, kam qenë në momentin kur ka eskaluar situata dhe kam parë me sytë e mi se si policët janë bashkuar me njëri tjetrin dhe me urdhrin e oficerit nga mbrapa kanë shtyr protestuesit dhe aty ka qenë pika e eskalimit. Prandaj mendoj se policia e shtetit ka bërë një punë jo profesionale dhe i ka shërbyer pushtetit apo dhe partisë. Aktivist, po në qoftë se ndodhë që kjo kërkesa e protestuesve kryesore plotësohet, a ke ndonjë emër specifik që do doje që ta udhëtiqte qeverinë? Mendoj se duhet të fokusohemi me hapa të vegjël, në kuptimin që le të plotësojmë një të kërkesën e parë dorëheqjen e Ramës, më pas populli sërish është ai që vendos njësoj siç doli për të protestuar, ashtu do dalë dhe të gjej emrin e tij. Aktivist, ke parë ose ke bënë re ndonjë tentativë nga protestues të ndryshëm për ta politizuar këtë si protestë apo? Normal, gjatë këtyre ditëve ka patur grupime të ndryshme që nuk dua që t'i përmend, por kanë dashur që të përfitojnë politikisht, por në një protestë të këtill pa kokë, le të themi, pa një drejtues, askush nuk mund të jetë mbi askënd sepse është popullore. A mendon që ka organizator kjo protestë? Organizator në termin e mirëfill të fjalës mendoj se nuk ka. Edhe në qovë se ata që mund të quhen si organizator, le të themi që do e linin protestën sot, sërish njerëzit do dilnin në shesh. Dhe për sa kohë njerëzit do dalin në shesh, atë nuk ka organizator. A mendon se kjo protestë i ka bashkuar të gjithë edhe ata që mund të kenë pasur bindje të ndryshme politike? Absolutisht. Nga të tjerët? Po, i ka bashkuar forcat e kundërta, madje dhe ekstremet e kundërta, dhe ata të cilët nuk imagjinoj dot kur të ishin bashkë. A mendon se kjo protestë do ndryshojë kulturën politike? Po, ajo, siç e tham, është një revolucion dhe kur themi revolucion, ajo do ndryshojë vetdijen dhe ka ndryshuar vetdijen qytetare dhe njerëzit dhe në të ardhmen kur të shikojnë një pakënaqësi nga qeveria e tyre do ngrihen, mbase jo në këtë mënyrë, por që do ngrihen. Aktivist, për ta përmbyllur, cili është mendimi jot për sa i përket kuvendit të popullit? Për sa i përket kuvendit popullor, mendoj se është një nismë mbase mund të jetë me qëllime të mira nga ata që kanë nisur, por unë personalisht mendoj se nuk dua që t'i bashkohem këtyre lëvizjeve. Unë dua që të vi si protestues i thjesht në këtë protest dhe nuk dua që të ketë një përfaqësi, sepse e kemi parë dhe nga historia se çfarë ka ndodhur me përfaqësitë. Klebi, cila është thirrja që ndërbyej qytetarëve që ende nuk janë bashkuar? I bëj thirrje të gjithë atyre që nuk janë bashkuar, të na bashkojnë jo për ne këtu, jo për të na ndihmuar ne, por për të ndihmuar veten e tyre, sepse kombi ton dhe interesat ton personale dhe kolektive ndodhen në një situatë të keqe. Klebi, shumë faleminderit për çdo mendim që dave. Faleminderit që pranuat festën. Atëherë ky ishte edhe emisioni, unë falenderoj pa mas panelistët, Martinjon si fillim që shprehu mendimin e tij mbi situatën, më pas kishim Skerdin, Angelon dhe Klebisin. Faleminderit.